lidhet me metal dhe komplet edhe konzolla. Si ato shihni atë përçuesin e zi atje fleksibil. Qëllimi i vizitës është domethënë këta studentët e KEC Akademisë të janë në praktikë profesionale të shohin plan të parë, domethënë se si është implementuar një projekt investim, duke përfshirë tensionin e mesëm, tensionin e ulët dhe trafostacionin 1004. Nga ajo që po është gjatë bisedave që i patëm këtu, studentët janë shumë mirë të informuar rreth projektit investim dhe komplet planeve investive të sot realizohen në KEC. Sot kemi dalë për një projekt i cili është implementuar gjatë vitit të kaluar, po dhe gjatë këtij viti. Na kanë treguar që për tensionin e mesëm si dhe për tensionin e ulët, mënyrën si kanë arritur të zvoglojnë humbjet teknike si dhe ato komerciale. Me humbjet teknike është përramjen e tensionit, humbjet e fuqisë si dhe kanë ndarë ngarkesën që e kanë pas në dy pjesë, me anë të trafos ekzistuese dhe trafos që e kanë vendosur tash. Sot na shpjeguan më mirë sa i përket toksimit të shtyllave që ne bëjmë. Mund të shkojmë me sonda, po gjithashtu edhe me anë të radhëve, që ne toksojmë shtylla që me mujt si personat që të kalojnë aty, po edhe kafshë të mos t'i prek tensioni i mesëm, po edhe jollë. Gjatë këtyre ditëve të praktikë që kemi bo, na kanë shpjeguar se si me anë njësorve që kanë vendosur nëpër shtylla kanë zvogëluar humbjet komerciale. Inxhinierat që kemi pas punë kanë qenë shumë të hapur ndaj neve pyetjeve që kemi bë, se si studenta nuk është që kemi pas rastin me dalë më herët mi pa këto në mënyrë praktike. Këto ditë ku mësu shumë sene, sidomos për shembull, jemi kanë nëpër departamente ndryshme të KEC-it, ku javën e parë jemi kanë në departamentin e investimeve, ku aty kemi pa projektet se si realizohen, si furnizohen fshatra të ndryshme me rrymë me tension tull 04, ku aty i kemi vërejt edhe pjesë të cilat janë pjesë të shtyllës, çfarë llojet kablo kanë, si bëhet shtrëngimi i tyre të tjera. Pastaj jemi kanë javën e dytë jemi kanë në departamentin e planifikimeve, ku aty kemi vërejt se si krijohet një projekt. Sot kemi mësuar mjaft shumë sidomos për transformatorin, ku Korabi na ka shpjeguar se çfarë fuqie ka, nga vjen rryma që furnizon këtë transformator, cilat pjesë shkojnë, sa është pjesha e tina, çfarë tensione ka primar, sekondar, rrymat e tjera. Makina për detektimin e prishjeve ishte mjaft interesante, ku nuk ma ka marrë mendja që përmes një aparature mundet me detektu prishja e kabullit i cili është i mlumë ndërdhej. Ku mendoj që nëse ka prishje një gjatësi kabullit, atëherë ndrohet i tërë kabulli edhe nuk vret me aparate. Mirë po, për herë të parë sot e vërejta që ka makina tilla që e bojnë detektimin e këtij kabulli. Është një përvojë mjaft e mirë, është edhe zbavit se një kohë në teren, i vrin për sa afërmi, nuk është diçka i vrin çdo gjë domethënë është e arsyeshme, edhe këta inxhinierë që na shpjegojnë nuk flasin vetëm se kanë dëgjuar se diçka, po janë aty direkt edhe kanë përvojë dhe çdo gjë kuptohet më mirë për ty. Këta fitojnë shumë nga kjo përvojë ose nga kjo ato që kanë pa nëpër literaturë ose ato që kanë përmend edhe kanë i shohin për safërti si çysh është funksionimi i këtyre pajisjeve, shembull transformatorit, presit, ndarësit, këta këto pajisje çysh funksionojnë. Edhe unë kam qenë si këta, edhe ashtu mendoj që as ta s'kan as shumë njohuri si çysh kom pasone, në farfone kom pas pak njohuri sa i përket pamjes fizike këtyre stabilimenteve ose këtyre elementeve, për atë arsye ne mundona çdo stabiliment ose çdo pajisje cilën e shoh mundona më tregu se çka shërben ajo ose çka nevojitet edhe e tjera. Gjatë praktikës e shoh, nëse jo sot, prap nesër, se këta vazhdojnë të jenë pjesë e jona, e shoh në kodër mas një ditë apo pas 2 ditë se çka kanë arritur, se çka kanë bojnë mend rreth asaj që unë kom folur ose rreth asaj që kemi folur për atë pajisje. Edhe e shoh që përkushtimi i tyre është shumë i madh, edhe interesimi i tyre është shumë i madh për këto, sepse kanë zgjedhur këtë profesion edhe normal ato duhet të njohin këto pajisje. Ishte kodër të ardhmës edhe është mundësi e mirë për ta, edhe për këta të akademisë, edhe për këta gjeneratës fakultetit, sepse ata nesër mund të jenë kolegë të mi,
ose mund të jenë edhe udhëhesa të mi, për këtë arsye pse jo mund të jenë edhe pjesë e kompanisë tonë, ose pjesë e KEC-it, ose pjesë e ndonjë kompanie cila merret me distributimin e energjisë.